Data 6 gusht. Gjyqtarët, kapitulli 20. Atëherë tërbitë e Izraelit lëvizën nga Dani deri në Bersheba dhe në vendin e Galaadit, dhe asambleja u mblodh si një njeri vetëm përpara Zotit në Micpah. Krerët e tërë popullit e gjithë fiseve të Izraelit u paraqiten përpara asamblesë së popullit të Perëndis. Ishin 400.000 këmsorë të aftë të përdornin shpatën. Dhe bitë e Benjaminit dëgjuan që bitë e Izraelit ishin ngritur në Micpah. Atëherë bitë e Izraelit thanë: "Na tregoni, si u krye ky krim?" Atëherë Leviti, burri i gruas që ishte vrarë, u përgjigj: "Unë kisha hyrë bashkë me konkubinën time në Gibea të Benjaminit për të kaluar natën. Por banorët e Gibeahut u ngritën kundër meje dhe rrethuan natën shtëpinë në të cilën ndodhesha, dhe kjo për të më vrarë. Por ata dhunuan përkundrazi konkubinën time dhe ajo vdiq. Kështu unë mora konkubinën time, e preva cop dhe e dërgova në për gjithë territorin e trashëgimisë së Izraelit, sepse këta kryen një krim dhe një poshtërsi në Izrael. Dhe ja, tani tërë ju o bitë e Izraelit, jepni mendimin dhe këshillën tuaj." Atëherë tërë populli u ngrit si një njeri vetëm duke thënë: "Asnjë prej nesh nuk do të kthehet në çadrën e tij, asnjë prej nesh nuk do të kthehet në shtëpinë e tij. Dhe tani, ja se çdo i bëjmë Gibeahut, do të shkojmë kundër tij duke hedhur me short. Dhe do të marrim nga të gjitha fiset e Izraelit 10 njerëz mbi 100, 100 mbi 1000 dhe 1000 mbi 10.000, të cilët do të shkojnë të kërkojnë ushqime për popullin, me qëllim që duke shkuar kundër Gibeahut të Benjaminit të mund t'ia lajmë të gjitha poshtërsitë që ka kryer në Izrael." Kështu tërë burrat e Izraelit u mblodhën kundër atij qyteti të bashkuar si një njeri i vetëm. Fiset e Izraelit dërguan pastaj njerëz në gjithë fisin e Benjaminit për t'i thënë: "Ç'është ky krim që është kryer ndër ju? Prandaj na dorëzoni ata njerëz, ata kriminal që janë në Gibea, që t'i vrasim dhe të heqim të keqen nga Izraeli." Por bitë e Benjaminit nuk pranuan të dëgjojnë zërin e vëllezërve të tyre të bijve të Izraelit. Bitë e Benjaminit madje u mblodhën nga qytetet e tyre në Gibea për të luftuar kundër bijve të Izraelit. Atë ditë bitë e Benjaminit, të thirrur nga qytetet e tyre për të mbledhur, ishin 26.000 burra të aftë për të përdorur shpatën, përveç banorëve të Gibeahut, që arrinin në 700 burra të zgjedhur. Midis tërë këtyre njerëzve kishte 700 burra të zgjedhur që ishin mëngjerash. Të tërë këta ishin të aftë të hidhin një gur me hobën kundër një fije floku pa gabuar goditjen. Njerëzit e Izraelit, të thirrur për të mbledhur pa përfshirë ata të Benjaminit, ishin 400.000 burra të aftë për të përdorur shpatën, të gjithë luftëtarë. Kështu bitë e Izraelit lëvizën, u ngjitën në Bethel dhe konsultuan Perëndin duke thënë: "Kush prej nesh do të nisi pari luftën kundër bijve të Benjaminit?" Zoti u përgjigj: "Juda do të fillojë pari." Të nesërmen në mëngjes bitë e Izraelit u nisën dhe e ngritën kampin e tyre kundër Gibeahut. Njerëzit e Izraelit dolën kështu për të luftuar kundër Benjaminit dhe u rreshtuan për betejë kundër luftëtarëve të tij pranë Gibeahut. Atëherë bitë e Benjaminit dolën nga Gibeahu dhe po atë ditë shtrinë të vdekur për tokë 22.000 burrat e Izraelit. Por populli, burrat e Izraelit, morën zemër përsëri dhe u rreshtuan përsëri për betejë në po atë vend ku ishin rreshtuar ditën e parë. Atëherë bitë e Izraelit shkuan dhe qanë përpara Zotit deri në mbrëmje dhe u konsultuan me Zotin duke thënë: "A duhet ta vazhdoj luftën kundër bijve të Benjaminit, vëllait tim?" Zoti u përgjigj: "Suluni kundër tyre." Bitë e Izraelit u ndeshën për herë të dytë me bitë e Benjaminit. Benjaminitët dolën për herë të dytë nga Gibea kundër tyre dhe shtrinë për tokë 18.000 burra të tjerë nga bitë e Izraelit, të gjithë të aftë të përdornin shpatën. Atëherë tërë bitë e Izraelit, domethënë tërë populli, u ngjitën në Bethel dhe qanë, mbetën aty përpara Zotit dhe agjëruan atë ditë deri në mbrëmje dhe ofruan holokaust dhe flijime falënderimi përpara Zotit. Pastaj bitë e Izraelit u konsultuan me Zotin. Arka e beslidhjes së Perëndis ndodhej aty në atë kohë, dhe Fineasi, biri i Eleazarit, biri i Aronit, shërbente në atë kohë para saj. Dhe thanë: "A duhet të vazhdoj ende të dalë për të luftuar kundër bijve të Benjaminit, vëllait tim, apo duhet të heq dorë nga një gjë e tillë?" Zoti u përgjigj: "Suluni, sepse nesër do të jap në duart tuaja." Kështu Izraeli zuri një pritë rreth e rrotull Gibeahut. Bitë e Izraelit u vërsulën për të tretën herë kundër bijve të Benjaminit dhe u rreshtuan për betejë në afërsitë e Gibeahut si herët e tjera. Bitë e Benjaminit dolën kundër popullit dhe armiqtë e tyre i tërhoqën larg qytetit.
dhe filluan të godasin dhe të vrasin si heret e tjera. Disa nga populli i Izraelit në rrugë, nga të cilat njëra shkon në Bethel dhe tjetra në Gibeah dhe në fshatrat. Ata vranë rreth 30 veta. Kështu bijtë e Benjaminit thanë: "Ja ku janë, të mundur para syve tanë si herën e parë." Por bijtë e Izraelit thanë: "Të ikim dhe ti tërheqim larg qytetit mbi rrugët kryesore." Atëherë tërë njerëzit e Izraelit lëvizën nga pozicionet e tyre dhe u rreshtuan për betejë në Baal Thamar. Ndërkaq, njerëzit e Izraelit që ishin në prit dolen nga vendet e tyre të fsheta në fushën e Gibeahut. 10.000 burra të zgjedhur në të gjithë Izraelin u vërsulën kundër Gibeahut. Beteja që e ashpër, por benjaminitët nuk e shihnin katastrofën që po afrohej. Kështu Zoti mundi Benjaminin para Izraelit, dhe bijtë e Izraelit vranë atë ditë 25.100 burra të Benjaminit, të gjithë të Zot të përdornin shpatën. Kështu bijtë e Benjaminit e kuptuan se ishin mundur. Izraelitët i kishin lëshuar terren Benjaminit sepse kishin besim të njerëzit që kishin zënë prit në afërsitë e Gibeahut. Njerëzit e pritës u hodhen menjëherë mbi Gibeahun. Ata ecën përpara dhe vranë me shpatë gjithë banorët e qytetit. Midis njerëzve të Izraelit dhe atyre që kishin ngritur pritën, ishte caktuar një sinjal. Këta të fundit duhet të bënin që të ngrihej një re e madhe tymi nga qyteti. Njerëzit e Izraelit pra kishin kthyer krahët gjatë luftimit dhe ata të Benjaminit kishin filluar të godisnin dhe vrisin rreth 30 njerëz të Izraelit. Në fakt ata thoshin: "Me siguri ata janë plotësisht të mundur para nesh si në betejën e parë." Por kur sinjali i kolonës së tymit filloi të ngrihet nga qyteti, ata të Benjaminit u kthyen prapa dhe ja tërë qyteti ishte pushtuar nga flaka që po ngrihej në qiell. Atëherë njerëzit e Izraelit u kthyen dhe njerëzit e Benjaminit i zurin një frikë e madhe, duke parë gjëmën e madhe që u kishte rënë. Prandaj filluan të ikin përpara njerëzve të Izraelit në drejtim të shkretëtirës, por pa arritur t'i shmangen betejës, dhe ata që dilnin nga qyteti u vërsulën në mes tyre dhe i masakruan. I rrethuan Benjaminitët, i ndoqën pa pushim dhe i luftuan deri përballë Gibeahut nga ana lindore. Benjaminitët humbën 18.000 njerëz, të gjithë burra trima. Ata që mbeten gjallë kthyen kurrizin dhe u ambathën në drejtim të shkretëtirës të shkëmbit të Rimonit, dhe ata zun rrugës 5.000 prej tyre e i ndoqën deri në Gibeon dhe vranë 2.000 të tjerë. Kështu numri i përgjithshëm i benjaminitëve që u vranë atë ditë ishte 25.000 veta, të gjithë të Zot të përdornin shpatën, të tërë njerëz trima. 600 burra që kishin kthyer kurrizin dhe kishin ikur në shkretëtirë në drejtim të shkëmbit të Rimonit mbeten aty 4 muaj. Pastaj izraelitët u kthyen kundër bijve të Benjaminit dhe vranë me shpatë tërë banorët e qytetit, duke përfshirë edhe Bagtin dhe gjithë shkagjenin. U vunë flakën edhe tërë qyteteve që u dilnin përpara. Veprat e Apostujve, kapitulli 24. Dhe pas 5 ditësh, erdhi kryeprifti Anania bashkë me pleqt dhe me një gojtar, një far Tertuli. Ata dolën përpara qeveritarit për të akuzuar Palin. Kur u thirr Pali, Tertuli filloi të akuzoi duke thënë: "Fort i shkëlqyeri Felix, ne po gëzojmë shumë paqe me anën tënde dhe me përkujdesjen tënde. Janë bërë realizime të mëdha për këtë komb. Ne e pranojmë për herë dhe kudo me mirënjohje të thellë. Por, që të mos të mbajmë gjatë, të lutem me mirësinë tënde të na dëgjosh shkurtimisht. Sepse gjetëm këtë njeri si Mortai dhe që shkakton trazira midis gjithë judejve që janë në botë dhe që është kryetari i sektit të Nazarenasve. Ai madje tentoi të përdhos tempullin, dhe ne e zum dhe deshëm ta gjykonim sipas ligjit ton. Por erdhi kryemiesi Lisia dhe e mori me shumë dhunë nga duart tona, duke i urdhëruar paditësit e tij të vinte ti. Duke e hetuar atë, do të mundesh ti vetë të marrësh vesh prej tij të vërtetën e të gjitha gjërave për të cilat ne e akuzojmë." Edhe judejt u bashkuan duke pohuar se kështu që ndronin gjërat. Atëherë Pali, mbasi qeveritari i bëri shenjë të flasë, u përgjigj: "Duke ditur se prej shumë vjetësh ti je gjykatësi i këtij kombi, flas edhe më me guxim në mbrojtje të vetes. Jo më shumë se 12 ditë më parë, siç mund ta verifikosh, unë u ngjita në Jeruzalem për të adhuruar. Dhe këta nuk më gjetën në tempull duke u grindur me ndonjë, ose duke nxitur turmën as në sinagogat, as edhe në qytet. Dhe as mund të provojnë gjërat për të cilat tani më akuzojnë. Por unë po të rrofej këtë. Sipas udhës që ata e quajnë sekt, unë i shërbej kështu Perëndisë së etërve, duke u besuar të gjitha gjërave që janë shkruar në ligjin dhe në profetët, duke pasur shpresë në Perëndin,
të cilën edhe këta e kanë, se do të ketë një ringjallje të vdekurve, qoftë të drejtëve, qoftë të padrejtëve. Prandaj, unë ushtrova të kem vazhdimisht një ndërgjegjje të paqërtueshme përpara Perëndisë dhe përpara njerëzve. Tani, pas shumë vjetësh, erdha t'i sjell lëmosha dhe oferta kombit tim. Por tek po bëja këtë, ata më gjetën të pastruar në tempull, as me turma, as me trazira. Por ishin disa judej të Azis, ata që duhet dilnin para teje për të më akuzuar nëse kishin diçka kundër meje. Ose vetë këta, le të thonë nëse kanë gjetur ndonjë padrejtësi tek unë, kur qëndrova përpara Sinedrit, veç mos qoftë se vetëm për atë fjalë që unë thirra duke qëndruar para tyre. Për shkak të ringjalljes së të vdekurve, sot unë gjykohem prej jush. Kur i dëgjoj këto gjëra, Feliksi, që ishte i mirë informuar për udhën, e shtyu gjyshin duke thënë: kur të vi kryemijesi Lisia, do të marr në shqyrtim çështjen tuaj. Dhe i dha urdhër kryeqindësit që ta ruanin palin, por të kishte një farë lirie, pa penguar asnjë nga të vetët të kryenin shërbime ose të vinin ta takonin. Pas disa ditësh, Feliksi, që kishte ardhur me gruan e tij Druzila, që ishte judease, dërgoi të therrasin palin dhe e dëgjoi lidhur me besimin në Krishtin. Por ndërsa i fliste për drejtësi dhe për mbajtje dhe për gjyqin e ardhshëm, Feliksi shumë i trembur u përgjigj: por tani shko, dhe kur të kem kohë, do të dërgoj të therrasin. Njëkohësisht ai shpresonte se pali do t'i jepte para që ta lironte, dhe prandaj e thërriste shpesh dhe bisedonte me të. Si u mbushën 2 vjet, Feliksit ja zuri vendin Porc Festi, dhe Feliksi, duke dashur t'ua bëj shefin judeve, e la palin të lidhur. Jeremia, kapitulli 34. Fjala që u drejtua nga Zoti Jeremias, kur Nebukadnecari, mbreti i Babilonisë, me gjithë ushtrinë e tij dhe tërë mbretëritë e tokave mbi të cilat ai sundonte, dhe gjithë popujt luftonin kundër Jeruzalemit dhe kundër të gjitha qyteteve të tij, duke thënë: kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, shko dhe foli Sedekias, mbretit të Judës, dhe i thuaj: kështu thot Zoti, ja unë ja jap këtë qytet në dorë mbretit të Babilonisë, i cili do t'i vër flakën. Ti nuk do të shpëtosh nga dora e tij, por do të kapesh me siguri dhe do të biesh në pushtetin e tij. Sytë e tu do të shohin sytë e mbretit të Babilonisë, ai do të flasë ballë për ballë dhe ti do të shkosh në Babiloni. Megjithatë, dëgjo fjalën e Zotit o Sedekia, mbreti i Judës. Kështu thot Zoti për ty, nuk e për të vdekur nga shpata, por do të vdesesh në paqe. Dhe ashtu si dogjen aroma për etrit e tu, mbretërit e lashtë që ishin para teje, kështu do të djegin aroma për ty dhe do të mbajnë zi duke thënë: vaj me det Zot. Po, unë e shqiptova këtë fjalë, thot Zoti. Profeti Jeremia ja tha tërë këtë fjalë Sedekias, mbretit të Judës në Jeruzalem, ndërsa ushtria e mbretit të Babilonisë luftonte kundër Jeruzalemit dhe kundër të gjitha qyteteve të Judës që ende ekzistonin, domethënë kundër Lakishit dhe Azekahut, që ishin të vetmet qytete të fortifikuara që mbeten nga qytetet e Judës. Kjo është fjala që u drejtua Jeremias nga Zoti, mbas përfundimit të një beslidhjeje nga mbreti Sedekia me tërë popullin që ishte në Jeruzalem për të shpallur atyre lirinë. Domethënë që secilit i lindte të lirë sklevrit e tij hebrej, meshkuj ose femra, burra ose gra, me qëllim që askush të mos mbante më si sklav në një vëllat të tij jude. Tërë princat dhe tërë populli që kishin pranuar beslidhjen, pranuan t'i lëshojnë të lirë sklavin ose sklavën e vet dhe të mos i mbajnë më në sklavëri, dhe kështu i liruan. Por më vonë ndryshuan mendim dhe bën që të rikthehen sklevrit dhe sklavet që i kishin lëshuar të lirë dhe i nënshtruan përsëri si sklevër dhe sklave të tyre. Fjala e Zotit ju drejtua pastaj Jeremias nga Zoti duke thënë: kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, unë lidha një beslidhje me etrit tuaj ditën që i nxora nga Egjipti, nga shtëpia e robërisë, duke thënë: në krye të 7 vjetëve, secili do të lëshojë të lirë vëllain e tij hebrej që i është shitur atij. Ai do të shërbej 6 vjet, pastaj do ta lësh të lirë, por etrit tuaj nuk mu binden dhe nuk ma vun veshin. Ju sot nisët të bënit ato që është e drejtë në sytë e mi, duke shpallur secili lirinë e vëllait të vet dhe keni lidhur një beslidhje para meje në tempull ku përmendet emri im. Por më vonë keni ndryshuar mendim dhe keni përdhosur emrin tim, sepse secili ka bërë të kthehet sklavi i tij apo sklavja e tij, dhe i keni nënshtruar në mënyrë që të jenë sklevër apo sklave tuaja. Prandaj kështu thot Zoti: ju nuk më jeni bindur duke shpallur secili lirinë e vëllait të tij dhe secilit të afërmit të tij. Tani ja,
Unë ju shpall lirinë, thot Zoti, për shpatën, për murtajën dhe për urinë, dhe do t'ju braktis që t'ju keq trajtoj në të gjitha mbretëritë e dheut. Dhe do t'i jap njerëzit që kanë shkelur beslidhjen time dhe nuk kanë zbatuar fjalët e beslidhjes që kishin lidhur para meje, duke kaluar në mes të pjesëve të viçit që kishin ndarë më dysh, princat e Judës dhe princat e Jeruzalemit, e unukët, priftrin dhe tër populli i vendit që kaluan në mes të pjesëve të viçit, do t'i jap në dorë të armiqve të tyre dhe në dorë të atyre që kërkojnë jetën e tyre, dhe kufomat e tyre do të shërbejnë si ushqim për shpendet e qiellit dhe për kafshët e tokës. Do të jap Sedekia, mbretin e Judës dhe princat e tij në dorë të armiqve të tyre, në dorë të atyre që kërkojnë jetën e tyre dhe në dorë të ushtrisë së mbretit të Babilonisë që është larguar nga ju. Ja, unë do të jap urdhrin, thot Zoti, dhe do të bëj që të kthehen kundër këtij qyteti, do të luftojnë kundër tij, do ta shtihen në dorë, do t'i vënë flakën dhe do t'i bëj qytetet e Judës një shkreti pa banor. Psalmi 5. Vëro veshin fjalëve të mia, o Zot. Dëgjo me vëmendje ankimin tim. Dëgjo zërin e britmësime, o mbreti im dhe perëndia im, sepse ty të drejtoj lutjen time. O Zot, ti në mëngjes dëgjon zërin tim. Në mëngjes do ta lartoj drejt teje lutjen time dhe do të pres, sepse ti nuk je një perëndi që kënaqet në pabesin. Te ti nuk do të zër vend e keqja. Ata që lëvdojnë vetveten nuk do të mund të qëndrojnë para syve të tu. Ti urren të gjithë ata që kryen padrejtësi. Ti do të zhdukësh gjithë ata që thonë gënjeshtra. Zoti urren njerëzit gjakatar dhe mashtrues. Por unë për shkak të mirësisë sate të madhe do të hyj në shtëpinë tënde dhe do të adhuroj me frikë të madhe, duke u drejtuar në tempullin tënd të shenjtë. O Zot, më udhëhiq në drejtsinë tënde, për shkak të armiqve të mi, bëje të drejtë para meje rrugën tënde, sepse në gojën e tyre nuk ka asnjë drejtësi. Zemra e tyre nuk mendon gjë tjetër veç shkatërimit. Gryka e tyre është një varr i hapur, me gjuhën e tyre bëjnë lajka. Dënoj ata, o Perëndi, mos u realizofshin synimet e tyre. Dëboj për të këqijat e shumta që kanë kryer, sepse kanë ngritur krye kundër teje. Por le të gëzohen ata që kanë stret e ti. Le të nxjerrin klithma gëzimi për jetë, sepse ti i mbron. Le të ngazëllehen ata që duan emrin tënd, sepse ti, o Zot, do të bekosh të drejtin, do ta rrethosh me hirin tënd si me mburoj. Psalmi 6. O Zot, mos më ndreq në zemrimin tënd dhe mos më dëno në zjarrin e indinjatës sate. Ki mëshirë për mua, o Zot, sepse jam i sfilitur nga e keqja. Shërom, o Zot, sepse kockat e mia po vuajnë, edhe shpirti im po vuan shumë. Po ti, o Zot, deri kur? Kthehu nga unë, o Zot, çliroje shpirtin tim, shpëtom për hir të mirësisë sate. Sepse në vdekje nuk do të kujtoj njeri. Kush do të kremtoj në Sheol? Unë jam sfilitur duke pëshërtir. Çdo natë lag shtratin me vajin tim dhe bëj që të rrjedhin lot mbi shtrojën time. Syri im ligështohet nga dhëmbja dhe plaket për shkak të tërë armiqve të mi. Largohuni nga unë, ju të gjithë shkaktar të padrejtësisë, sepse Zoti ka dëgjuar zërin e vajit tim. Zoti ka dëgjuar lutjen time. Zoti e ka pranuar lutjen time. Tërë armiqtë e mi do të shushaten dhe do të hutohen, do të kthejnë krahët dhe do të shushaten në qast.